Solla qenë më shumë se përplot. Vetë vendosje I mbon të bimet në solla sporteve. E në shesh, ata që sot na e pamundsuan, sollën e madhe që ju të gjithë kishit vend për të na ndjekur të bimin, e kemi një porosi. Edhe sot, vetëm edhe sonte, nesër e keni radhën ju dhe ja bëni vendin secilit. Të dashur qytetar, motra, vëllezër, zonja e zotrej, koleg nga Kuvendi I Republikës e Qeveria e Kosovës, asamblejes të nderuar, të dashur aktivist, këtë fushat e kemi bërë me këmbë në teren, me zemër të qytetari dhe me kujdes për çdo derë ku kemi trokitur. Secili takim, çdo shtrëngim duar, cila do bisedë me qytetar, ka qenë frymëzim për më shumë angazhim dhe besim e shpresë për ndryshimin që po vjen. Kemi punuar ditë e natë, jo për të dukur, por për dëshmuar se Prishtina ka njerëz që e duan sinqerisht, që punojnë seriozisht dhe që kanë plane e projekte konkrete. Prishtina sot është një qytet që po e ndjen peshën e 4 viteve të humbura. Punët e nisura nuk janë përfunduar, projektet e premtuara nuk janë parë, e qytetari është lodhur nga justifikimet e dobta dhe ankesat e palogjikshme. Prishtina ka pasur mundësi të mëdha, fondet mjaftueshme dhe vëmendje kombëtare, por gjithçka është humbur mes mungesës së planit, tepricës së arrogancës, diletantizmit kronik dhe orekseve financiare drejtuesve të saj. Qyteti I lodhur nga paaftësia menaxhuese, I mbetur peng në kaos nga një pushtet që ka humbur kontaktin me qytetarin. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi përmbyllës, ne nuk e mbajmë peng qytetin. Ne e mbajmë fjalën e dhënë. Prishtina nuk ka nevojë për patronazh, ka nevojë për kujdestari. Ne nuk ndajmë favore, ne shpërndajmë mundësi dhe ne e rishpërndajmë buxhetin. Ministri I shkëlqyeshëm I kulturës është kryetari I duhur për kryeqytetin. Qeverisja e qytetit për ne fillon prej derës së banesës deri te sheshi qendror. Nuk na duhet kryeqytet që ngjan bukur vetëm natën dhe nga larg. Na duhet kryeqytet që shkëlqen nga pastërtia dhe organizimi. Edhe ditën e në çdo cep. Dhe na duhet rendi I ri urban. Ai është edukim e punësim, shëndet dhe sport, kulturë dhe argëtim. Me punën e vetë në kryeqytet, qytetari blen banesë dhe I krijon vetes e familjes vatër të ngrohtë. E nuk bën që në shtëpinë e rehatshme ta çojmë stresin e qytetit. Prandaj për kryeqytet pa stres, zgjidhni kudo hajrin e qytetit, që t'ua shoh hajrin edhe shtëpia, edhe familja, edhe fëmia. Ne duam kryeqytet ku nuk matet suksesi me prishje nervash, por me kohë të kursyer. Sot për të shkuar në punë në orën 8, qytetari I Prishtinës duhet të zgjohet në orën 5 mëngjesit. Shumë më tepër njerëz në Kosovë kanë qenë të pakënaqur në këto 4 vite
me komunikacionin e pamundësuar në Prishtinë, sesa me krejt qeverisjen tonë qendrore. Qyteti që i lodh banorët e vet nuk e ka qeverisjen siç duhet. Kjo mund të ndryshohet nesër, kjo duhet të ndryshohet nesër, sepse të gjithë bashk e bëjmë Hajrullahun kryetar. Shkëlqimi i disa rrokaqejve në Prishtinë nuk mund të afshej hallakomën këtu poshtë. Tashmë ish komunari na premtoi liçe, por na dha vetëm një mal bërllogu. Komuna jon nuk është fjetorja mes kaosit dhe mbeturinave. Qyteti nuk është fjetore as trehimore popullsie, por vendi i jetës së zgjuar e gjallë të shoqërisë. Me dyer të ngushta, kullat e larta, po e fusin qiellin e qytetit në xhepin e oligarkut. Korrupsioni, të dashur miq, është forma ekonomike më varfruese. Ndërtimet në komunë janë më shumë ndërtime për ndërtuesit sesa për banuesit. Me neve, banuesit banojnë më mirë e më lirë. Kur ne fitojmë, qytetarët përfitojnë. Kundër kandidati i kryetarit tonë të ardhshëm, erdhi me premtime të mëdha dhe me fjalë të buta, por në fund Prishtinën po e lën rrëmuj dhe pa drejtim. Ai s'ishte kryetari i qytetit, aq më pak i kryeqytetit, sepse ishte veçse projekt i vetës për veten e tij. Ai mishëron atë çfarë duhet refuzuar në çdo komunë të Kosovës. Abuzimin e keqmenaxhimin, paaftësinë dhe delirin. Dhe pasi humbi 4 vjet ndërshtime, rikandidimi i tij është fyerje edhe për inteligjencën, edhe për logjikën e qytetarit Prishtinës. Në fakt, kjo përveç se kërkesë për mandat të dytë, është kërkesë për të harruar mandatin e parë. Tani jemi të gjithë bashkë këtu sonte dhe jo vetëm për të mbështetur vizionin e Harullah Qekut, një vizion të qartë, të zbatueshëm dhe të drejtë, një qytet për njerëzit, një kryeqytet për Republikën. Ky vizion është për një Prishtinë që nuk është vetëm privilegj për disa, për ndonjërin, por është mundësi për shumicën, për shumë kë. Harullah Qeku e sheh Prishtinën si qytet të bashkëpunimit, të shkencës e të kulturës, të zhvillimit të qëndrueshëm. Ai dëshiron ta bëjë kryeqytetin shembull të qytetarisë ku secili ndjehet pjesë e të përbashkëtës. Hajra do të jap fund stagnimit dhe do ta çojë qytetin drejt modernitetit, transparencës dhe progresit. Do ta kemi një Prishtinë që nuk arsyetohet më, por ecën përpara. Hajrullah Qeku, krejt ndryshe nga kundërkandidati i tij, është përfaqësimi i asaj që qytetarët kërkojnë sot. Ndershmëri e vizion, efikasitet dhe guxim për të përballur me vështirësitë që bëhen sfida të tejkalueshme, me problemet që bëhen zgjidhje të qëndrueshme. Ai është kryetari që do të jap qytetit frymën që meriton, të drejtën që i takon. Tani të nderuar të pranishëm, gjithçka është në duart e qytetarëve. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Numri 105 që paraqet ndryshimin pozitiv të gjendjes aktuale
ose ai numri tjetër që nënkupton vazhdimsi të degradimit edhe më rënd se kjo gjendje. Le ta bëjmë të dielën ditën e ndryshimit, ditën kur qytetari fiton mbi paaftësi. Le ta bëjmë Prishtinën tonë sërish qytet që frymon e frymzon për herë e kudo që punon dhe ecën me dinjitet për mirëqenie. Të dashur qytetarë të Prishtinës, politika e kryeqytetit është njëherë vullnet, pastaj edhe ekspertizë. Kush ka vullnet për qytet të jetueshëm, gjen ekspert sa të doj. E kush ka etje për korrupsion, gjen ekspert sa t'i duhen. Në 12 komunat Kosovës, lëvizja vetëvendosje ka paraqitur për votim në balotazh kandidatët e saj që i kanë të ndryshme fushat e ekspertizës, por të gjithë kanë të përbashkët vullnetin politik për kthimin e qyteteve nga grumbuj zonal popullsie në bashkësi me jetesë të begatshme. E dish se shumë bashkëdhëtar janë kthyer në këtë fundjavë pikërisht për balotazh. Shkaku i mërgimit, të dashur miq, nuk është jeta në Republikë, por mbijetesa në komunë. Republikës së Kosovës dhe kombit shqiptar në përgjithësi i nevojitën trimëri të reja. Nuk mund të ecim përpara thjesht e vetëm me trimëri të vjetra apo fare pato. Nga Mitrovica në Prishtinë, nga Gjilani në Pej, nga Prizreni në Viti e Kaçanek, nga Gjakova në Fush Kosovë e Kastriot, nga Vushtria në Rahavec, i kemi 12 kandidat që do të përballen me krimin e do të ndalojnë atë, që do të zhvillojnë qytetet e do të lartësojnë ato. Këta janë mishërim i trimërive të reja që i duhen Republikës, komunave dhe kombit ndar. Unë jam shumë i bindur se kjo do të ndodhë, sepse kur më parë Kosova, e posaçërisht Prishtina, s'ka qenë kaq e bashkuar në një ndjenjë të vetme. Është koha për ta kthyer qytetin te qytetarët. Është koha e Hajrullah Qekut, është momenti i Prishtinës që ngritet. E kemi nisur me shpresë, po e mbyllim me besë. Nesër fiton Hajra, nesër fiton Prishtina. Ju faleminderit shumë. Atë që është i pari midis jush, e ftoj të vi para jush, kryetari i ri i Prishtinës, Hajrullah Qeku.
Arnoft Samalet, kryeministër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me gjatë, s'ka nevoj me majtë fjalim se e përfundu t'ju sonte. Të dashur qytetare e qytetarët Prishtinës, të dashur aktivist, të dashur qytetare e qytetarët Prishtinës, të dashur aktivist, mbështetës e njerëz të mirë të këtij vendi, mirë mbroma gjithëve, mirë mbroma Prishtinë, faleminderit për këtë pritje të ngrohtë dhe për këtë atmosferë të jashtëzakonshme. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të mbyllur një fushat, sonte jemi këtu për të hapur një epokë të re për Prishtinën tonë. Kemi ardhur me zemër plot. O herë paçi, faleminderit shumë. Kemi ardhur me zemër plot, me mendje të kthjellët dhe me një qëllim të vetëm, ta bëjmë Prishtinën siç e meriton. Vizioni ynë është i qartë, Prishtina 2035, një qytet funksional, i drejt, i gjelbër, i barabart dhe modern. Një qytet që nuk të lodh, por të frymëzon. Një qytet që nuk të mbyt me kaos, por të mbush me jetë. Në 4 vitet e para, ne do ta kthejmë qytetin në drejtim të zhvillimit të vërtet. Do ta përmirësojmë trafikun me transport publik efikas, me korsitë e autobusëve dhe me plan urban që lidh çdo lagje. Do të investojmë në arsim, në shkolla moderne, në mësim gjithditor, në shkolla profesionale që përgatisin të rinjt për tregun e punës. Do ta pastrojmë qytetin me sistem riciklimi dhe me menaxhim të qëndrueshëm. Ndërtimet do të bëhen, por do të bëhen me plan. Mjaft më me beton pa logjik, hapësira publike është e qytetarëve, Prishtina është mirë kur të gjithë fitojnë, jo vetëm disa. Prishtina do të bëhet qendra e turizmit urban dhe rural, qytet i ngjarjeve, i ekspozitave, i sportit, i rinisë, që krijon e jeton këtu, jo jashtë, komunë me fshat të zhvilluar përmes agroturizmit.
Dhe po, Prishtina do t'jetë gati për lojrat mesdhetare 2030, me palestra e stadiume, rrugë e akomodim, si dhe energji që frymon progres. Dhe ky nuk është premtim, ky është plan, është drejtim, ky është realitet që fillon nesër me votën tuaj. Në 4 vitet e ardhshme, do të sigurohemi që në Prishtinë të investohen 1.5 miliard euro. Dhe kjo vjen edhe nga buxheti i komunës, që do të mirë menaxhohet, edhe nga mbështetja nga qeveria që nuk do të mungoj, edhe nga kredit dhe grante ndërkombëtare, edhe nga partneriteti publiko-privat. Dhe projektet tona, disa nga to, unaza e jashtme, përfundimi i rrugës A, dhe rrugë të tjera në lagje e në fshatra, shkolla e qerë dhe moderne, QMF-reja dhe spitali i Prishtinës, kulla e ICT-s dhe programe të veçanta si ai 10 fshatrave për malësin e Gollakut. Por të dashur pjesëmarrës, zonja dhe zotëri, nuk mjafton vetëm çka do të bëjmë. E rëndësishme është edhe si e bëjmë. Ne nuk qeverisim nga lartë, ne qeverisim bashkë me qytetarët, në çdo vendim, në çdo projekt, në çdo rrugë, zëri i qytetarëve do të jetë i pranishëm. Ne nuk do të bëjmë politikë për pushtet, ne do të bëjmë qeverisje për njerëzit. Korrupsioni do të luftohet deri në shkatrim. Asnjë tender për miq, asnjë kontratë në errësirë, gjithçka e hapur, gjithçka e qartë, gjithçka e drejtë në Prishtinën tonë në 4 vitet e ardhshme. Dhe si e bëjmë ne punën, shikoni listën tonë për asamble. 2/3 janë gra. Kjo nuk është statistik, kjo është ndryshim kulturor. Është besim në barazi, në profesionalizëm, në vlerë. Ne nuk flasim për barazi, ne e bëjmë atë realitet, andaj dua që ta shfrytëzoj këtë rast këtu, t'i falenderoj gratë dhe vajzat, që përgjatë gjithë historisë së vetëvendosjes kanë qenë shtylla mbajtëse e jona dhe këtë do ta bëjnë edhe nesër dhe në ekzekutivin e ardhshëm të Prishtinës do të kemi gra të zonja dhe profesioniste që do të punojnë për një komunë të barabartë për të gjithë pa dallim. Por para se të shkojmë përpara, duhet të flasim për atë që kemi përballë. Prishtina në këto 4 vite është ndalur. Trafiku është bllokuar, mbeturinat janë shtuar, edhe ato pak investime kanë qenë më shumë improvizime. Qytetarët janë lodhur, fëmijët nuk kanë çerdhe të mjaftueshme, të moshuarit nuk kanë kujdes, lagjet janë harruar. Në vend të punës kemi premtime boshe. Në vend të zhvillimit pati skandale e korrupsion. Në vend të transparencës arrogancë dhe në vend të shërbimit abuzim. Prishtina është keq menaxhuar, është ndotur, është degraduar, por mjaft më me keq qeverisje, me paaftësi e me interesa të ngushta. Prishtina nuk është pronë e pushtetit, ajo është shtëpia e qytetarëve.
nesër ne nuk votojmë vetëm për kryetarin e komunës, nesër votojmë për ringritjen qytetare, për kthimin e dinjitetit në Prishtinë, për kthimin e besimit, për kthimin e drejtësisë që ka munguar në këto 4 vite. E kemi parë gjithashtu e keni parë çka po ndodh këtë ditë, ata që e quanin njëri tjetrin armik, po dalin krah për krah. LDK, PDK e AK janë sërish bashk, ata janë sërish bashk, jo për Prishtinën, por për veten e tyre. Ata nuk ndohen kurrë për interesa, janë bashk në Prapasken, në tendera, në pazare, në poste, e tash janë bërë bashkë kundër ndryshimit, kundër jush, kundër Prishtinës, por nuk do ta lejojmë. Kjo nuk kalon. Po, krejt Prishtina bashk, sepse krejt Prishtina bashk, njerëzit e mirë të këtij qyteti bashk, sepse ka një bashkim më të fortë se ai i tyre, bashkimi qytetar për Prishtinën, nesër, mbrëma, në rezultat, do ta tregojmë bashkarisht bashkimin ton për Prishtinën. Ky është bashkimi që fiton. Ky është bashkimi që nuk mund ta blej askush. Ky është bashkimi që buron nga zemra, jo nga interesi i ngushtë. Ne jemi më të shumt, ne jemi më të fortë, ne jemi më të drejtë dhe nesër ne do të dëshmojmë këtë në kutitë e votimit gjithë së bashku. Të dashur aktivist të vetëvendosjes, ju jeni shpirti i kësaj fushate. Faleminderit për çdo orë në terren, për çdo derë që keni trokitur, për çdo fjalë që keni ndarë me qytetarët, ju jeni garancia fitores, ju lumt faleminderit nga zemra. Faleminderit kandidatëve për asamble, njerëz të ndershëm e profesionistë të përkushtuar, jeni të mrekullueshëm për Bespo. Faleminderit shtabit ton, ekipit ton që punoi pa ndalur me pasion e me besim. Faleminderit deputetëve, ministrave, zëvendësministrave dhe kryetarëve tanë që ishin pranë nesh çdo ditë. Faleminderit edhe shtabit qendror dhe kryeministit Albin Kurti për mbështetjen dhe besimin e plotë. Por mbi gjitha faleminderit juve qytetarë nderuar të Prishtinës. Sepse kjo
Kampione është Prishtina, jeni ju që të dorë nderuar, faleminderit shumë. E falënderimi, siç thash, i më i madhi është për qytetarët, sepse kjo fushat, ky angazhim, ky vullnet nuk është vetëm i një partie, kjo është një lëvizje e qytetit, e kryeqytetit, kjo është thirrja e shpirtit të Prishtinës për të ngritur përsëri, nesër është dita jonë, nesër është momenti i Prishtinës, nesër është dita e ndryshimit, nesër Prishtina voton për punë, për pastërti, për barazi, për zhvillim, nesër Prishtina voton për vetëvendosjen. Prandaj, Julius, nga zemra, hajde ta bëjmë Prishtinën, sepse mund ta bëjmë kur jemi bashkë. Hajde ta bëjmë Prishtinën, është në dorën tonë, t'i lëm anash ndasit, inatet, paragjykimet, të bashkohemi për një kryeqytet ku fëmijët tanë rriten në siguri, ku të rinjt gjejnë mundësi, ku të moshuarit gjejnë kujdes, ku qytetarët ndihen me dinjitet, kur jemi bashkë e bëjmë dhe do ta bëjmë nga nesër e tutje, fillon koha e Prishtinës, e qytetit që i shërben të gjithëve me barazi, me dinjitet dhe me dashuri. Faleminderit besa, për Prishtinën, faleminderit shumë edhe një herë, hajde ta bëjmë Prishtinën së bashku për qytetin ton, për shtëpin ton, për të ardhmen ton. Prishtina na bashkon, Prishtina fiton, Prishtina është gati, edhe unë jam gati, na prifte mbara, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë dashuri për gjithë ju, dhe edhe një lutje që orët në vijim që na kanë mbetur t'i shfrytëzojmë maksimalisht me mobilizim total deri në mbylljen e secilit vendvotim, e pastaj e dini ku festohet. Shihemi te vendi, shihemi në shesh, urrime Prishtinë, faleminderit shumë natën.